Sinjali i drejtpërdrejt nga shtëpia e Big Brother VIP Albania është ndërprerë përkohësisht për shkak të disa problemeve teknike, duke shkaktuar shqetësim dhe reagime të shumta nga ndjekësit e spektaklit në rrjetet sociale. Në një njoftim zyrtar të publikuar nga produksioni në rrjetin social Instagram, bëhet e ditur se ndërprerja nuk lidhet me ndonjë situatë të pazakontë brenda shtëpisë, por me çështje teknike që kanë ndikuar në transmetim. Ekipi teknik, sipas organizatorëve, po punon intensivisht për rikthimin sa më të shpejtë të sinjalit dhe normalizimin e transmetimit live. Produksioni ka siguruar gjithashtu publikun se, pavarësisht ndërprerjes së sinjalit për shikuesit, banorët e shtëpisë vazhdojnë të jenë në monitorim të plotë dhe të pandërprerë nga kamerat, duke garantuar kështu transparencën dhe sigurinë e formatit. Për shkak të disa problemeve teknike, sinjali nga shtëpia është ndërprerë. Ekipi teknik po punon për rikthimin e menjëhershëm të transmetimit. Vëllai i madh ju njofton se banorët janë gjatë gjithë kohës në monitorimin e kamerave. Faleminderit për mirëkuptimin, thuhet në njoftimin zyrtar të Big Brother VIP Albania. Ndërkohë, pritet që transmetimi të rikthehet brenda një kohe të shkurtër, ndërsa publiku mbetet në pritje të zhvillimeve të reja dhe rikthimit të spektaklit në normalitetin e tij të përditshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.